Interneca, njerëz, YouTube-sa, por sidomos shikues të A Një Report, unë jam Sara me të kuqe dhe ky është Nitro Time. Miq, dini gjithë se çka ndodhur së fundmi nga jeta sociale? Të gjitha problemet thelbësore dhe shumë të rrezikshme që kanë shqiptarët, më duket ndonjëherë sikur i kemi pikërisht nga mungesa e informimit. Në fakt, në këtë konkluzion kam pritur edhe zëvendës Ministrja e Shëndetësisë Milva Ekonomi, e cila ka theksuar se mungesa e informacionit mbi shëndetin riprodhues është shumë e theksuar dhe kjo kryesisht në zonat rurale. Instituti i Shëndetit Publik thotë se janë regjistruar 5% të rasteve vetëm të vajzave në Tiranë që kryejnë aborte dhe grup mosha është nga 14 deri në 24 vjeç. Sa u takon lindjeve të gjalla të bëra nga kjo grup mosh, ato zona përbëjnë 40% të lindjeve totale për kryeqytetin. E thënë me fjalë të thjeshta, o prindër, në vend që të bëni fort si moralist përpara fëmijëve tuaj në moshën e adoleshencës, duke ndruar kanalin e televizorit kur ka ndonjë skenë pak tepër seksuale, të jeni pak më të hapur për të folur me fëmijët tuaj për sa i përket jetës seksuale. Dhe jo vetëm kaq, por një tjetër plagë e madhe e shoqërisë tonë, sipas mendimit tim sigurisht, është se me edukatë seksuale apo pa edukatë seksuale, seksualitetin kemi filluar ta njohim ashtu copa, ndonjëherë mirë, ndonjëherë keq. Por kemi harruar të mësojmë edukatën sentimentale në fakt. Tregojuni fëmijëve tuaj, ashtu siç thotë edhe zëvendës Ministrja e Shëndetësisë Milva Ekonomi, për mënyrat kontraceptive të kryerjes së marrëdhënieve seksuale. Një tjetër shqetësim që shfaqet dhe me të drejtë nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë është edhe fakti se ne shqiptarët vdesim të fshehim një çik gjërat, edhe të bëjmë sikur kështu nga jashtë është gjithçka në rregull. Sepse specialistët në këtë raport nuk përfshin rastet që nuk njihen, pra të aborteve që kryhen në klinika private. Ndonë se të gjithë janë të vetëdijshëm se numri i aborteve është shumë i lartë. Justifikimi përdorur është se mungojnë mekanizmat për ta bërë një gjë të tillë. Por të vërtetën e dim të gjithë se si është. Shkojmë te privati, paguajmë lekët edhe doktori të bën si të duash. Shtatëzën, të abortosh, të qepesh, të shqepesh. Po ç'bëni kështu mi goca, sidomos juve që jeni në moshë madhore. Bëni mish të doni, vetëm siç thoshte ajo reklama e kontraceptive, mendoni se çfarë po bëni. Shqiptarë dhe shqiptare, po nuk e kuptuat që femra dhe mashkulli janë njësoj të barabartë në shoqëri, nuk ka hyrje në Europë. Do thoni ju dhe me të drejtë, ore nuk na intereson fare të hyjmë në Europë, punë madhe fort. Dhe mendoni se ky është një vend dreqi ku nuk funksionon asgjë. Ndërsa bota, ka lezet bota. Barazia gjinore është një ndër 5 vlerat mbi të cilat është themeluar BE-ja. Është më shumë se një slogan, është përgjegjësia jon. Kështu është shprehur gjatë konferencës Gruaja dhe procesi i integrimit evropian, Ministri i Integrimit Klajda Gjosha. Iniciatorja e këtij takimi, së bashku me të gjithë aktorët që janë ndodhur aty, ka thënë se qeveria është e vendosur të forcojë rolin e gruas në shoqëri dhe i ka shpallur luftë të hapur trafikut të qenieve njerëzore dhe dhunës në familje. Ministria e ka vendosur seksin në nevojën e përfshirjes së grave në vendimarrje. Tashi, e vërteta është, femra, nëse ka ndonjë gjë në dorë në shoqërinë shqiptare, është deri në momentin që i thot po një mashkulli, se pastaj për vendimet e, ajtë se foli më vonë. Gra, femra, nëna, motra. Mos rrini në shtëpi, por punoni nëse keni dëshirë. Është një drejtë e juaja kjo. Dhe gjithashtu, mos lejoni të merrni një rrogë më të ulët se ajo e një burri, sepse nuk është e shkruar asgjë kundi që burri duhet ta ketë rrogën më të lartë se sa gruaja. Mirë, kjo iniciativa e ministres e mirë duket. E po hajti shala moj zonjë za ministre. Po kam frikë se pa ndërruar mentaliteti i këtij mileti, të vështirë do ta kesh, mendoj unë. Tashi, shqiptarë dhe shqiptare, ç'është e vërteta, ta themi realitetin në sy, sikur kemi rrëshqitur pak nga tepeleku kokës neve. Dhe çështja është se kur bëhet fjalë për sëmundje mendore, ne shqiptarët e kemi zakon të bëjmë sikur nuk ka ndodhur asgjë. Është e çuditshme se si nuk mund të flasim lirshëm për një problem që në fakt mund t'i ndodhi kujtdo. Sëmundja mendore është si një sëmundje tjetër, mbetet gjithsesi një sëmundje apo jo. Çdo ditë në Shqipëri 15 persona pësojnë goditje cerebrale. Është shokuese vetëm ta mendosh. 15 persona në ditë. Shkaqet që ndodh kjo janë nga më të ndryshme, por në top list është ushqimi. Duhet të kemi kujdes se si ushqehemi. Kujt do t'i shkonte në mendje për shembull se konsumimi i kripës, të cilin ne e kemi shumë të lartë, është një nga shkaqet kryesore që ndikon në problemet mendore. Sipas asaj që thotë edhe neurokirurgu i njohur Mentor Petrela, ne si popullat konsumojmë 4-5 fishin e sasisë që duhet të konsumonim normalisht të kripës. Që do të thotë sipas Petrelës, hipertension i rënd, sepse ne shqiptarët, gjithmonë sipas doktor Petrelës, kemi krijuar një ide të gabuar, se kur tensioni na shkon 14 është normale. Në fakt jo. Dhe njerëzit, thot Petrela, kanë krijuar një opinion jo
të drejtë që tensionin 14 e quaj normal, kur në fakt me tensionin 14 duhet të fillosh një mjekim serioz. Gjithashtu, doktori rekomandon që të konsumohen 3-4 gram krip në ditë, por edhe kjo e llogaritur bashkë me bukën, ujin dhe gjithë produktet e tjera që ne konsumojmë. Goditjet cerebrale të shtuara kaq shumë shpesh kanë pasoja fatale dhe pjesa më e madhe e pacientëve nuk paraqiten në kohë në spital duke mos e marrë dot mjekimin e duhur. Ndaj mjekët kërkojnë vëmendjen e personave të prekur dhe familjarëve të tyre gjithashtu, për të përmirësuar mënyrën e jetesës, ndërsa familjarët të mos neglizhojnë ato shenjat e para që shfaqin goditjet e trurit. Problem social. Në emisionin e kaluar ju fola seriozisht për shqetësimet që na solli policia e shtetit, duke na stresuar jetën dhe duke na lemerisur kur na vjen në 2 të natës në mes të lokalit dhe në mes të dëfrimit tek dera e lokalit me qëllimin për të na përzënë të gjithëve për jashta. Jo sepse shteti nuk ka të drejtë, sepse ligji është bërë vetëm për të mos u diskutuar, po për t'u vënë në zbatim. Por kam dëgjuar kaq shumë çuditëra këto kombi këtë ngjarje sa nuk ka ku të shkojë. Për shembull, kur kishin shkuar grupet e policisë së shtetit së bashku me këta inspektorët e mjedisit dhe policia kishte rrasur brenda artistët që këndojnë në Tallava. Shkonin nëpër Tallava, këndonte ku e di unë një këngëtare për Afuskot të Blerina Branka, prangat Blerinës gjithë natën rajon Blerina. Të dashur xhaxha dhe sidomos teta, se dhe ju jeni shumë në qeveri këtë herë. Në lokalet e Tiranës, por sidomos nëpër pabe dhe diskoteka, thuhet se ka shumë vajza minorene që shoqërohen me njerëz të moshës madhore. Spunto në fakt e mora nga një lajm që terrorizoi botën mbar dhe që sigurisht edhe në Shqipëri filloi të flitej. Për prindër që lëshonin fëmijët e tyre minoren me qera për të xhiruar filma porno. E shikoni pra që nuk jemi gjithmonë vendi më i zi në botë, sepse ka edhe më keq. Sepse në fakt, në përgjithësi ne shqiptarët nga pikpamja e institucionit familjar jemi shumë moralist. Por kjo deri në momentin që vajzat minorene dalin dhe u thon familjarëve se kanë dalë të dëfrejnë me shoqet e tyre. Ndoshta për shkak të moshës së tyre shumë delikate, bien pre e njerëzve me para të cilët i joshin. Mbase jo gjithmonë ndodh kjo, ose ju do të thoni me të drejtë. Dhe Sara, mos po i gjykon pak njerëzit. Unë kam shfaqur këtë shqetësim në bazë të atyre që kam dëgjuar nëpër tavolina ose të atyre që shkruajnë sajtet e internetit, në të cilat hasen shpesh këto shqetësime. Në statuset të ndryshme në Facebook kam lexuar se vajza të moshave të vogla, 15 vjeç, pra fare minorene, për mënyrën se si vishen apo lyen, duken ndonjëherë edhe më të mëdhaja se mosha që kanë realisht. Edhe keq kuptohesh. Kam përshtypjen se në moshën delikate, atë të adoleshencës që edhe unë e kam kaluar ashtu si të gjitha vajzat e Shqipërisë, shpesh prindrit janë të shqetësuar të japin një edukatë seksuale fëmijëve të tyre, por harrojnë edukatën morale. Por kam përshtypjen se në shumë aspekte shoqërisë tonë po i humbin vlerat njerëzore. Nuk besoj se është e vërtetë se një njeri është i madh nëse ka një çantë 2000 euro. Përkundrazi, në përgjithësi, historia ka treguar se njerëzit e mëdhenj nuk kanë pasur as 2 lekë në xhep. Për këtë problem që po trajtoj sot, që është i imi, i juaj dhe i të gjithë shoqërisë shqiptare, sigurisht që kemi nevojë për një përgjigje dhe unë do të përpiqem ta marr këtë përgjigje nga persona kompetent që kanë të bëjnë me cili është ligji për minorenët në Shqipëri. Në linjë telefonike kam avokatin Erajt Dobiani. Zoti Dobiani, kam vetëm një pyetje për ju. Cili është ligji për minorenët dhe kush janë penalitetet? A dënohet me ligj një person i maturuar që kryen marrëdhënie seksuale me një të mitur? Përshëndetje Dasara. Për sa i përket ligjit për minorenëve, është Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë që zbatohet dhe Kodi Penal përcakton fare qartë se kryerja e marrëdhënieve seksuale me të miturit që nuk kanë arritur moshën 14 vjeç dënohet me burgim ose me të miturën që nuk ka arritur pjekurinë seksuale. Pra, logjika e Kodit Penal është fare e thjeshtë, është që për të miturit nën 14 vjeç dënohet në çdo rast marrëdhënia seksuale, ndërsa për të miturit mbi 14 vjeç dënohet marrëdhënia seksuale, por vetëm në rastin nëse nuk kanë arritur pjekurinë seksuale. Çdo sidomos shtetet europiane demokratike kanë ligje që mbrojnë të drejtat e fëmijëve në lidhje me raportet apo abuzimet seksuale që mund të ndodhin për shkak të personave të caktuar që janë adultë. Informim social.
për të informuar se ku, si dhe çfarë duhet të bëni për të mbaruar punët tuaja në zyra dhe dyer administrata. Cilat janë kushtet që duhet të plotësojë një shqiptar për të hequr dorë nga shtetësia shqiptare? Shtetasi shqiptar ka të drejtë të heqë dorë nga shtetësia shqiptare vetëm nëse plotëson njërin nga këto kushte. Të ketë një shtetësi tjetër, ose të ketë fituar një shtetësi tjetër, ose të jetë garantuar dhënia e një shtetësie tjetër nga organet kompetente të shtetit të huaj. Të miturit fitojnë dhe humbasin në shtetësinë me miratimin e prindërve. Për minorenët e moshës 14 deri në 18 vjeç, merret natyrisht edhe pëlqimi i tyre. Cilat janë kushtet që duhet të plotësojë shtetasi i huaj për të përfituar shtetësinë shqiptare? Shtetasve të huaj u linde drejta për të kërkuar shtetësinë shqiptare kur plotësojnë këto kushte vijuesa. Të kenë mbushur moshën 18 vjeç. Llogaritja bëhet në ditën e bërjes së kërkesës për shtetësi. Të ketë banuar ligjërisht në territorin e Republikës së Shqipërisë në mënyrë të vazhdueshme për jo më pak se 5 vjet. Të ketë banesë dhe të ketë të ardhurat të mjaftueshme. Të mos ketë qenë dënuar ndonjëherë në Republikën e Shqipërisë apo edhe jashtë saj në ndonjë vend tjetër për vepra penale për të cilat ligji parashikon dënime jo më pak se 3 vjet heqje lirie. Përjashtim nga ky rregull bëhet vetëm nëse dënimi është kryer për arsye politike. Të ketë një uri të paktën fillestare të gjuhës shqipe. Dhe një tjetër kusht është dhënia e shtetësisë shqiptare të mos prek sigurimin dhe mbrojtjen e Republikës së Shqipërisë. Upsa, shikues ta një report, kjo është rubrika së fundmi VIP, një ndër ato rubrikat më të lezetshme ku unë hap ato faqet online, por edhe çfarë shkruajnë gazetat në fundjavë dhe vi i llapaqos këtu me juve. Dafina Zeqiri, seksi e talentuar padyshim, me një look asnjëherë njësoj, me këngë shumë të bukura, sepse në fakt janë njëra më interesante se tjetra dhe njëra më ndryshe se tjetra, por edhe shumë të guximshme gjithashtu, do thosha. Por mbi të gjitha, Dafina Zeqiri ka shumë stil. Mas mirë të tin, ajde mos e skat, ajde më gat, e di unë qka të on, krejt po du me ti ton, hajde. E si të mos jetë Dafina Zeqiri e preferuar nga meshkujt. Në fakt, në listën e saj, ka shumë meshkuj seksi me cilët ajo është shoqëruar. Ledri Vula, Ledri në fakt na fut vapën të gjithave në femrave. Është një mashkull padyshim i parezistueshëm. Historia e saj më e fundit e përfolur ka qenë ajo me DJ Blunt. Më besoni, Blunti që shihni në televizor nuk është Blunti që mund të shikoni në realitet. Një djalë gjatë 2 metra, shumë simpatik, me një fizik dhe gjithashtu një pamje shumë seksi. Por fotogenik, më besoni, nuk është fare DJ Blunti. Pra Dafi me të drejtë nuk mundet verse të ishte në qendër të vëmendjes të disa historive dashurie. Ç'të ke që ka të kesh një jetë dashurore shumë të Biles thonë që sa më shumë të ndjesh mirë sentimentalisht, aq më shumë je produktiv dhe dukesh mirë edhe nga jashtë. Dhe ja pra, edhe Dafina Zeqiri e reflekton më së miri se sa e mirë që është. Por çfarë është duke bërë tani Dafi? E po, sikur pas ka vendosur të heqë dorë nga historitë e dashurisë se qen ka lodhur. Një farë Seven Seraci, një këngëtar i rrymës R&B, është faqur shpesh nëpër foto dhe është spekuluar shumë për një histori dashurie midis të dyve. Por ajo hedh poshtë gjithçka duke deklaruar se nuk bie më në dashuri. Dy janë gjëra tani. Ose është zgënjyer shumë, ose nuk ka dëshirë të thotë më të vërtetën Dafina Zeqiri. Me këtë Seven Seracin, ka thënë Dafi, janë vetëm miq, por se janë edhe duke përgatitur së bashku një videoklip dhe do të vinë me një bashkëpunim super mega gjigant. Po Dafina na ka treguar edhe herë të tjera se në fakt me meshkut që bën videoklipe ka gjithmonë histori edhe nën çarçaf. Gjithsesi, ore, jeta e saj është, le të bëj ç'të doj, si tha më sipër gjatë emisionit. Bëj ç'të duash, por mendo se çfarë bën. Dhe meqense jemi tek Dafina Zeqiri, shikoni pak se si është sajuar ajo për Halloween. Por edhe shumë artistë të tjerë po ju sjell një cikël fotosh, të cilat personazhet VIP i kanë publikuar në faqe të ndryshme në rrjetet sociale, pra siç është Facebooku, Instagrami, Twitter e të tjera si këta. Këto dy shtrikat janë Albana Osmani dhe Eneda Tarifa. Por mendoj se lukun më spektakolar për këtë Halloween e ka bërë ajo, balerina e parë e teatrit të operës dhe baletit, Enada Hoxha. Të tjera personazhe janë Marcel Achibukaj dhe Samantha Karavella, e cila në fakt pas ka pasur një mendje si mua dhe që nga sajuar si indiane për Halloween. Më kopjoi Samantha apo e kopjova Samantha non? Kjo është çështja. Kjo është Enca Xhiaj, ndërsa kjo tjetra, stilistja
Enadat Nikola. Shikoni pak edhe Beatrix Ramosen, se si është sajuar. Më kujton me këtë look Beatrixi atë filmin horror me atë videon që dilte nga televizori kështu. Ndërsa kjo është Afrodita Dresha, e cila nuk e di se çka dashur të thotë me këtë foto, dhe Elton Deda në një foto me Albana Osmanin. E ndërkaq, meqense jemi brenda atmosferës dhe faktorit Halloween, i cili tërboi dhe çoroditi një dunja të tërë këtë fundjavë, desha të ndaloj edhe në një këndvështrim tjetër të kësaj feste. Se natyrisht dola festova edhe unë, por mbi të gjitha filmova për t'ju servirur një atmosferë të asaj që ndodhi për Halloween këtë fundjavë në Tiranë. Është kthyer tashmë në një festë të përvitshme në Shqipëri, 31 tetori, festa e Halloweenit. Në fakt është një festë e përvitshme që festohet edhe në të gjithë SBA-n dhe Europën dhe në fakt simbolizon ditën e të gjithë shenjtërve. Por ka dhe nga ata që nuk maskohen fare, se ndoshta edhe nuk kanë nevojë. Në një prej klapeve të Tiranës, njerëzit ishin dyndur ashtu si në çdo vend tjetër për të festuar. Përveç çmimeve të kripura të pijeve alkolike, por edhe atyre që nuk ishin alkolike hiç, shqiptarët festonin si të çmendur, duke lënë pas të paktën për një natë hallet e tyre të përditshme. Sapo trokiti ora 2 e natës, dy balerinë vetëm e të brendshme dhe natyrisht me maska në fytyrë, u ngjitën në këtë skenën e kësaj diskotekës dhe filluan të performojnë për publikun. Muzikë e lartë, alkool dhe femra. Kjo trilogji është kombinimi perfekt për t'u argëtuar shqiptarët. Dhe kjo çështje e balerinave ka filluar të bëhet të modë shumë shpesh, pavarësisht se s'ka kaluar akoma një vit nga 8 marsi i kaluar, kur të gjithë u ankuam se në fakt se kjo çështja e striptizës u kritikua fort nga qytetarët pikërisht për simbolikat e këtyre festave që nuk kanë lidhje fare me striptizmin. E megjithatë, pavarësisht të gjithave, ne jemi një popull që harrojmë shpejt. Argëtimi me festa të tilla është diçka që shqiptarët nuk mund ta zëvendësojnë me asgjë tjetër. Që këto çupat police femra po na habisin të gjithë është një gjë që dihet tashmë. Tashi mendojeni pak juve, kur na çudisin neve, imagjinoni pak se si ja ka ngacmuar kuriozitetin Arjan Çanit. Arjan Çani është kapur disa ditë më parë në një foto ku në fakt ka qenë pikërisht duke diskutuar me dy femra police. Ai ka zbritur nga Folistrada dhe diçka po ju thot atyre, por ece të merret vesh se çfarë po i thot. Tashi për një çik që fli e njohim këtë Arjanit. Të ketë bërë ndoshta ndonjë gabim edhe po justifikohet policëve se ai është personazh publik edhe mund t'ja hedhi, ose edhe Arjani si të gjithë të tjerët këtë prezencën e femrave në polici e quan risi, dhe për këtë arsye dëshiron t'i ftojë në programin e tij dhe kjo e fundit ka mundësi të jetë më shumë e besueshme. Verë po e pi me, po e prezentoj direkt kështu se mjaft të them emrin dhe ju e kuptoni shumë mirë se kush është. Ingrid Gjoni, po pi verë, pëlqen verë? Më pëlqen. Vetëm se po prisi aty dhe nuk do të pirë vetëm. Po mos e thuaj kështu që unë jam me vonesë. Je shumë. Zakonisht me vonesë janë vipat. Jo, unë jam korrekt më vërtet. Jam shumë kështu precize. Aq më tepër kur bëhet fjalë për miq të vjetër si puna jote që nuk mund mungoja. Sa qe? Të duar një, po. E mirë që ka. Përgjithsisht gratë shqiptare martohen, mbyllen shtëpi. Jo, po ne po flasim për neve. Ka dhe të tjera artiste ose vajza të showbizit që janë trendi, nuk janë vetëm unë. Mirë. Ti more këtë pjesën këtej. Unë mora që realitetin shqiptar në përgjithësi pastaj. Neve bëjmë pjesë në një grup që nuk është se e mbaj unë vetëm këtë pjesën trendi të nënave. Kemi plot këngëtare tjera, po vajza të showbizit që janë. Sepse kjo është puna që bëjmë. Megjithatë populli ky është. Kjo është puna jote dhe populli ky është. Edhe unë të mbaj mend që të vogël Ingrid. Kur ti ke qenë shumë e buzimshme që e vogël, me mënyrën se si ke hyrë në treg. Pra e vendosur, herë me foto, pastaj me muzikën, domethënë shumë e vendosur. Ka pëlqyer kjo mënyra jote kështu për të. Por që ka pasur s'ka problem. Por që ka pasur edhe si me thënë ato paragjykimet e veta tek njerëzit e tjerë. Ç'të thoshe ti gjithë ato? Jo, unë nuk besoj që ka pasur, ka qenë periudha atëherë që ishin këto, nuk bëjmë asgjë të keqe, bëjmë vetëm disa foto, të cilat janë shumë qesharake. Ato janë shumë bukura. Janë qesharake në kuptimin që nuk kishte gjë për t'u bërë aq që Nesër. Unë përmenda fotot, por nuk janë ato. Okej, jo nuk janë. Ti ke bërë shumë gjëra të bukura. Okej, po kur kam qenë e vogël tani je një fëmijë që ti nuk di ku do
do kapesh. Edhe unë fatin e madhe kam pasur që kam pas motrën në shtëpi. Edhe duke qenë se jam një vjaxh gjithë miq, nuk e kam përdorur nisin për të bërë punë që më nxjerrin. Ti ke më shkallë të nisin, po trego mua. Po, ajo është, po domethënë jam qenë shumë e futur si nuk është se kam dashur të konkurroj në përmise, nuk është se kam dashur ta gjej vetëm të kacaverur në për një mis, kam pasur mundësi për qenë për ty ke Miss Albania, ke Miss Shqipëria, të vëshë kemi të dy. Mos më lete mami, më thoshte, nuk ja që budallaqe ti sa bash. Nuk është se kam dashur të bëj pak nga të gjitha, pastaj eksperimentoja e derisa u bëra pastaj për të vazhduar shkollën e lartë akademie. Domethënë as vetë nuk e di shumë mirë, vetëm se di që dashuroja shumë televizion. Më ato gjëra që kam dashur unë s'ka qenë koha gati për t'i bërë, sepse edhe modelingu, ato fotot e para që unë zura kopertinat në atë kohë, ishte diçka që e bëja unë nga pasioni im. Tani ka mundësi më të shumta dhe ka edhe shumë vajza që kanë shumë guxim, por që atëherë ishte tjetër gjë sepse shfaqeshe ti dhe ngjelje në mendje ti ishin shumë pak ose s'di se ta shpjegoj. Tani ka shumë. Dhe për të dalë një kopertinë, nuk besoj që do të kesh vetëm e bukur për ta bërë. Unë do bëj një pyetje që më kurioson shumë mua personalisht. Vitet e tua janë shumë bukura. Janë të gjitha me det, me ujë. Të pëlqen shumë deti, uji në përgjithësi, domethënë? Në femërinë time kemi bërë shumë udhëtime me familjen time, të cilën kanë zgjedhur gjithmonë për detin tonë. Edhe atëherë kur nuk ishte i paprekur fare, po thuaj se mund të ishim rreth 40 familje që e frekuentonin. Papi dhe mami gjithmonë kishin shoqërinë e vet ku ne. Dhe gjithmonë kam pasur përveç aparatit që doja të zgjidhja vendet e mrekullueshme të vendit tonë që ka shumë. Në momentin në moshën 17 vjeç kur unë eksperimentova vetëm që këndova për herë të parë, për pas filluan të idet për të bërë realizimin e klipeve. Dhe kisha ëndër që të bëja klipet buzë detin, që më në kam dashuruar detin. Klipet që të vrasin surin që nuk të pëlqejnë, a ka? Jo, do të thoja më shumë që më pëlqejnë, ato që më pëlqejnë, do isha shumë dashamirëse të thoja për po të bëj një pyetje që kush të pëlqejnë atëherë? Më pëlqejnë në përgjithësi, po flasim për këtë sezon, më ka pëlqyer shumë klipi i Tunës. Më ka pëlqyer mënyra se si ajo gjithmonë është shumë e mirë, shumë e bukur, në kare shumë e mirë. Ajo veshja është karamitës? Në përgjithësi më ka pëlqyer. Më ka pëlqyer Nora Istrefi, ku flas nga Kosovës. Kush e puron? Kush e puron ingredientë? Shikoj, mua vjen të pëlqej që këtë pyetje ka një gjoni, që 15 vjeç që e njoh punë. Ka diu ta kuroj shumë mirë vetveten. E bukur kjo. Shikoj. Me thënë drejtën, unë mundohem përpiqem, mundohem të nxjerr edhe pak nga vetja, aq sa ka mundësi dhe aq sa mendoj unë, edhe pak duke parë, sepse sigurisht njeriu inspirohet edhe nga gjërat që shikon, por që i kam provuar të gjitha stilistët e Shqipërisë, duke filluar me Rezeta Sifterin, Joni Peqin, Enalda Nikollën, edhe stilistë që nuk janë të njohur, se kjo nuk do të thotë gjë që vetëm të njohurit fare në sjellje. Unë jam si natyrë që besoj këtë gjithë. Duke qenë se jam përpuse shumë fusturit dhe aty ku nuk më takon. Nuk më takon, edhe ke muzika madje. Dhe them që ja dalë atë me të gjithë bashkëpunëtorët e mi që zgjedh, por i kam të ndryshëm, kupton? Në çdo klip nuk ka të bëjë me karakterin tim që mërzitem, por kur mbaroj për shembull një dalje time në festival, po themi me Joni Peqin, dua shumë kohë të pushonim nga Joni, dhe dua të merrem me një stilist tjetër. Hajde, hajde, do si çka po tutesh, hajde sone, nëse do të lutesh, hajde, hajde, le do të ndim venin, hajde sone, tjetër do të zënrenin. Kam zgjedhur të flas sot në rubrikën Biografi, media dhe spektakël për një yll
shumë të veçantë. Sigurisht, kur flasim për yje, si nga bota e artit, e sportit apo e çfarëdo lloj fushe, padyshim të gjithë kanë veçantitë e tyre. Por ky ylli i sotëm është si puna atyre yllave që na vinin mësueset kur ishim në fillore, yll me bisht, yll me xixa e të tjera si këto. Do t'ju them në fillim emrin dhe pastaj pse i vendosa yllit xixa. Emri i saj është Besa Kokdhima. Dhe xixat javura se vjen nga një familje ku nuk i ka munguar absolutisht asgjë. Duke qenë se është e bija e dy prindërve të angazhuar me shumë biznese. Dhe madje edhe biznese të veçanta, të fushave të artit, hapje televizionesh, realizime festivalesh. Ama meritave të Besa Kokdhimës, pavarësisht kësaj, nuk do t'i hiqja asnjë presja. Ka një zë shumë të bukur, ka stil dhe di të ruaj shumë mirë linjat e saj. E zbuloi dhe besoi tek talenti i parë për herë të parë kantautori Flori Mumajesi. Në atë kohë, edhe ai në fakt ishte në fillimin e karrierës së vet si kantautor. Ishte duke eksperimentuar. E bashkoi Besën me grupin Produkt 28 duke nxjerrur një këngë shumë të bukur në festivalin që në fakt është ai i prindërve të Besa Kokdhimës, Mikrofoni i Art. Besa Kokdhima, e din të gjithë, duke qenë se është e bija e Koço Kokdhimës, ka lindur në Fier. Ama origjina e saj është nga Qeparoi i Himarës. Ka studiuar për rreth 3 vjet në Angli, ku përfundoi edhe gjimnazin, e rritur në një familje që i është përkushtuar biznesit. Besa duket se i ka tradhtuar pak shijet e prindërve, duke kërkuar vetveten, duke kërkuar kështu edhe suksesin, të cilin në fakt një ditë e arriti. Mirë, po në fakt edhe prindrit u treguan shumë të mirëkuptueshëm me Besën. Vërtet ajo i tradhtoi, por ata, pra prindrit, kishin në dorë në atë kohë një ndër festivalet më të mëdhaja të muzikës shqiptare, Mikrofonin e Art. Festivali ishte i gjithë i tyri i prindërve të Besa Kokdhimës, ndaj i dhan një hapësirë vajzës së tyre që të performonte si t'i donte kokra e qejfit. Se tani, vërtet nuk i mohoi asnjë presje talentit të Besa Kokdhimës, por nga ana tjetër, talente është po aq e vërtet se ka sa të duash në botë, që mbeten në fakt në hije në saj të pamundësive, ashtu siç ka edhe shumë të drejtë për të cilët rrugtimi drejt botës së artit është shumë i vështirë. Le të them që Besa Kokdhima është një artiste që gjithashtu ka pasur edhe shumë fat. Pra, suksesi i Besa Kokdhimës si këngëtare nuk është i rastësishëm. Kënga e parë që fitoi një sukses të madh ishte Zonja dhe Zotrinj, por pasioni i saj për muzikën ka qenë shumë më i hershëm. Ndërsa vazhdonte shkollën e mesme, pianoja ishte pasioni i saj më i madh. Karriera e saj hyn në linjat e seriozitetit kur kënga Shumë e dashur për të gjithë të rinj, Ëngjëjt vrasin një lloj, i dha Besa Kokdhimës vendin e 5 në Top Fest. Ndërkohë, ajo e provoi shansin edhe në Bukuresht të Rumanisë, ku mori pjesë në një konkurs ku do të përzgjidhej kënga përfaqësuese e këtij vendi për në Eurovision. Përkushtimi i saj në prezantimin e këngëve mjaft të mira e bëjnë atë të renditet një ndër këngëtarët më të mira në Shqipëri, por edhe më gjerë. Pjesëmarrja e saj e parë në një festival ishte përveç se si pjesëmarrëse edhe si triumfuese me këngën Më beso. Pas atij çmimi, këngët e tjera që do të vijonin do të ishin Zonja dhe Zotrinj, Mëngjesi im je ti e të tjera e të tjera. Në Top Fest 4 ka qenë hera e parë që Besa Kokdhima ka marrë pjesë me një këngë të titulluar unik, që në fakt rezultoi, edhe pse ishte kënga e parë, të ishte një sukses. Fitoi çmimin Best Pop Rock për atë vit në Top Fest. Një vit më vonë ajo do të ishte fituesja e çmimit të internetit në Top Fest 5 dhe në vitin 2007 ajo do të merrte pjesë me këngën Kalor si i natës, këngë me të cilën më pas realizoi edhe një videoklip shumë të pëlqyer. Këtë verë që lam pas, Besa Kokdhima na propozoi një klip të çmendur, ashtu siç kishte edhe titullin kënga, Foli. Gossip, nigga, just stop it. Everybody know I'm a motherfucking monster. Gossip, nigga, just stop it. Everybody know I'm a motherfucking monster. Gossip, nigga, just stop it. Everybody know I'm a motherfucking monster. Gossip, nigga, just stop it. Everybody know I'm a motherfucking monster. Everybody know I'm a motherfucking monster. I'm a motherfucking monster. Everybody knows I'm a motherfucking monster. Internet sa njerëz, YouTube sa, por sidomos ju që jeni shikues të A një Report, e po, është Halloween, dhe me qënë se është Halloween, unë jam veshur si për karnavale, jo si për Halloween. Arsyeja është sepse unë jam në një lokal, emri i cilit është Shanka, dhe kam zgjedhur pikërisht
këtë kungullin këtu se ka gërmën e parë të emrit tim. Prandaj, veç kësaj, çuditëra që do ndodhin sonte në këtë lokal, po dhe në përgjithësi në Tiranë, sigurisht që unë dhe juve do t'i zbulojmë bashkë. Kështu që rrini me mua për Halloween. Kjo goca këtu e ka të papa me këtë gjakun, e dua dhe unë atë gjakun, ku ta gjej? Nuk e di, ma kam bërë. Po ka pelja? E kam blerë. Bleve? Po. Je përgatit për Halloween-in në kuptimin e mirëfillt fjalës? Nuk isha nisë për Halloween, po përfundova. Përfundova dhe bukur fare, je bërna? Faleminderit. Edhe unë përfundova. Përfundova? E bëra. Si? Doja në ta bëja, po ja që përfundova më pëlqeu dhe e bëra. E po kështu e ha gjithmonë natën e Halloween-it. Ti jesh garravitur më shumë nga të tërë këtu brenda, dhe ke më shumë ngjyra, dhe ke dhe paruken më të çuditshme. Sa e madhe të është bërë goja mi. Është bërë goja më e madhe se e imja. Apo e ke dhe ti të madhe goja? Për qenë, me thënë drejtën, me qenë që ke kështu pa lidhje, për anaj e kam të ngjyrat. Qa pret nga Halloween-i sonte? Asgja. Po nuk pret në një monster të vitë flej me ty mi? Jo. Mi që kënë zirë jashtë. Ja, ku është DJ? Ku e ka DJ kapelen që kishte që pa? Qa muzikë e luar një DJ për Halloween? Komercial. Muzikë komerciale? Po. Okej. Suksese sonte? Shufendirit. Qa është Halloween-i për ty? Qa lloj feste është? është një lloj feste që bëhet vetëm një herë në vit dhe këtu zbulohet djalli ose djallusja e kësaj nate. Kush është më i veçantë ose më e veçanta? Do e zgjedhësh ndonjë djallushe ti kur të lësh punën ta çosh në shtëpi? Po. Do ikim tani te një macë se djallushja ishte andej, macja është këti. Te macja? Te macja erdha, o goca, po nuk dukeni mi se jeni maskuar, mos u mqifni. Ti njerë nuk një veshfare se kush ja? Po, normal. Kush të bëri kështu kaq bukur si mace, mi aman. Shoqja dhe vetë. Je mace djallushe, ë? Po. Po, cili është qëllimi mbrëmjes tënde për këtë Halloween? Thjesht kalojmë bukur. Nuk e di, po pa truk, edhe e pa bërë si mace, po kështu qënë ke ju fare. Jam akoma me mirë palyer. Po shef sonte, edhe ti? Faleminderit. A mi ma tregon që vetëm gjakun mi. Shishi është veshe tëra me të kuqe, po dali si e për shumë e mirë mi. Një sekund, ajde këtu. Ajde këtu tani, po ktheu mi qikë për para kamerës të shohin njerëzit. Më fal, ti për qa ke dal? Ke dal që të shohin njerëzit? Apo mos të shohin njerëzit? Po atëre pse mos të shohin dhe ke televizori? Shi qarë pus ti ke moj, shi. Ato gocat ati po qeshen, tash me ato e kam. Se marova me juve. Se janë 4 njerë që janë për si motra. 4 motrat edhe shtriga madhe më duket. Tani, mace, do më lirosh pak vëndin, mace, të kaloj pak. Ja, me shtrigën do ta nis. Moj shtrigë, që ke këto qupa ka shtë bukra me njëra me mirë se tjetë? Motrat e vogla. Motrat e vogla, jo, ato se janë shtriga, ti e shtrigë. Unë pra. Motrat i ke shumë të mira. Shisi jam bërë. Kush i ka zbukuruar kështu? Arkitekte. Qa thoni, jeni arkitekte? Si e pikturoni vetë, do me thënë vetën, njëra tjetërën, si e keni bërë? Po, me shumë mundim, po, ja dolëm. Si e vendosë këtë modelin? Po, na erdhi mendim nga një maskë edhe
Plus që Stella mendoj më shumë për këto veshjen si tip. Tani ju keni bërë rombet e zeza me një ngjyrë tjetër? Ka venenciane, se vajza për momentin se ka. Është me arkitekturë, është. Oj, sa që keni menduar për Halloweenin ju, femi, po vetëm jeni mi goca? Jo, presim. Prisni në një që ta gjuni, apo prisni në një që të vje keni gati? Presim një që e kemi gjujt. E keni marru atë pjesën. E keni marru pjesën e gjujt. Po, e kemi marru. Po normal, sa shi për Halloween do marroj pun njeriu, se këtë gjun gjithë vite, vjen Halloweenit të shmenet, apo ja? Patjetër. Unë jam krye shtriga. Ka që si ja fus mikrofonin të poshtu, unë edhe flet ti. Kushtë të bëri kështu, ku e gjete kapelen? E bleva. Se vendosë të bëhesh e si shtrik? Po i kisha gjysmat gati. Kaqmi? Kurse mua të shkretën, se ju jeni bërë fiksi për Halloween, sidomos ti. Mua më kanë sajuar si karnaval se emri lokalit është Shanka, edhe me qënë zërë stil indian, më bënde mua si indiane. A me mirë thuaj shumë bukur je, prap se prap. Thuaj shumë bukur. Kush është burja je? Gruja ti ku t'jeti me traf pika? Po hik mja një. Kjo që ka gruja pronarit, unë talem këto. Ciao, bëm shiqev. Se që është një tip sonde, këtu të Shanka, që pa filluar festa akoma, e kanë kapur gjithë që të bëjmë fotografi. Ore, më duket se ti do dalësh më i fituar e sonde, se merr vesh njëri kushje edhe do përfundoj në njëra në krevat me ty, apo ja? Jo ka shumë, jo. Kjo ishte edhe arsyeja pa ka shumë pothuajse kësaj maske. Si? Jo ka shumë deri në ata rrit në pikë që the, por arsyeja kjo qëllimi është i çik, a? Pa ka shumë. Do të ti pret nga Halloweeni na i gjo, a? Jo. Na njënën? Si e veshur kështu sonte? Po mendova diçka ndryshe, jo dhe aq e frikshme, po që të parafrohet disi festës, djallit o simboleve të festës. Tash je mirë ti, flet, artikulon, po pastaj kur të pish do kaloj prap nga. Po ne gazetarëve nuk na mungon artikulimi, si të pirë si të papir. Do ma tregosh kush je? Po, Marion Gorica. Ishte më bukur me maskë. Bëj shaka. Ke kostumin më të bukur sonte. Po sa punove për ta gjetë për ta sa jo? Jo shumë, ka. Ka në për dyqane, në qendra tregtare. S'është problem. Mirë. Po shkokrën e qefit sonte. Faleminderit. Edhe inshallah ai qëllimi realizohet. Po ti. Ku e qete mo? Më ran. Të ran? Pa dashi. Të ka ran këtu, po gjaku ka rrën ti. Po pa, kështu e kemi neve. Puna bjen me spatë qamin. Ure shef me ato si si ti? Pa tjetër që po. Tregoj mua, ku e kam buzën? Tu. Ma, ku e kam buzën? Po e pra këtu të. Po të vjen dorë, t'ishte nëjë tjetër, do kështë e buzë 5 herë dërë tani. Ha, pra, a shef me ato si si ti? Po, shof. Shef mirë? Shumë mirë. Ku e kam gishtin e këmbës? Tu kosh, i qik putër. Lëre tani, iku. Po, e ti si e bërë ka qënë, se shka qënë një këngtar para ca kohësh në Shqipëri kështu. Po pra. S'më kujtohet e emri ati drejqë. Me imitu atë John Lennon, po, është aji. Po. Ajo. Motra është ki motra? Motra, në bërë rocker vla. Ja, unë them që motra është ajme të kuqe. Po, kjo është më vjetë për le. është pak e deklaruar. Jam lesbike deklaruar. Njep njërë t'i vëdhe unë ato syze. Shef me ato syze t'ja? Sigurisht që shikoj. Mirë, ma bom shikokrën e qefit sonde. Nuk shikoj nga zyt me këto syzet, po hapu. Këto syzet, vëri. Po bëllë dhe ti kastro qik Halloween, ja dhjef sharacën se... Bëllë dhe ti kastro një qik Halloween se... Ja dhjef sharacën. Me që unë se stash gjë tjete. E themi të gjithme. Në Halloweeni, ke shanka.
Ku di tash, ta thash, vinë pjeshkat e dura. Po pra, po sa bukur ishin sajuar, mo. Po jam i se janë edhe gosat bukura, edhe inteligjente. Më theti mua, ma the ka një intervista tjetër, që ashtu do A kam gënjur në njerë? E ti se intervistat bukura i mora atyre gotave, apo jo? Jo, nuk e di. Unë me mua tallesh ti. Po jo, tallen përgjithsisht me jetën, me njerëzit, përgjithsisht. Jeta, ajo qelpsira. E janë ja 3 pjeshka aty që janë shumë të mira. Hajde i gjejmë njëri shohim ku janë. Do ta mbaj me vete gjithë natën, nuk të tani. E ka emrin Alda dhe ka sajuar të gjithë atë që është bërë sonte në Shanka, duke filluar që nga të gjithë marruva emrin moj kungujt, duke dekoruar kungujt, duke prerë këmbët, këtë mumjen këtu të gjithë bashkë. Më torturove të me mua do vish gjithë natën ti? Më do të marrë me vete gjithë natën? Jo, ti do vish me mua. Alda, sa ditë të deshën për ta transformuar Shankën? Në fakt është transformuar gati për da 2 ditë vetëm, me thënë shpejt, por kemi bërë maksimumin. Nuk e di si ju duket juve, po... Jo, dekori brënda ishte një gjë shumë e bukur, një punë shumë e mirë dhe unë prandaj të mora që të t'intervistoja, se ishte gjynaf, që të mos t'intervistoja dhe ty, që ke bërë dizajnin e lokalit, po ti më lidhe mua tani, si t'ja bërë? Si thua, do qëndrosh apo? Jo, do të marrë me vete, hajde. You got me with my bands down, bands down, bands down. You got me with my bands down, bands down, bands down. You got me with my bands down, bands down, down.